Një ditë për ditëve po lexoj për Ebu Hanifën. Allahu koft razim me ta, inshallah na përpjek me ta. A e dini Ebu Hanifën, çka ina do thot mezhebi Hanefi, na çka jetojnë vetë, ta kupton? Çka shpesh kur lexoj për veprën e tina dhe për punët e tina, tha marrëm me thonë dhe një kujna që jena Hanefina. Pse a dina Hanefillëkin 5% apo se dina, apo tanë. Përveç na ka me temni, apo tanë, ama me bo, me në këshirë punë të aman, a jena dështa 5% apo jo. Një natë, ko ka konë të falë mas imamit. Edhe imamin namazin e jacijës, e pas ka kënue një surë, shka shumica ndështë e dina për mensh. Idha zulziletil ardu zilzaleha, wa akhrajat al-ardu athqalaha, wa qala al-insanu ma laha. E ma në fund, ati përmenet një punë. Qaj shka e punon një punë të khajrit, koft e vogël sa atomi, ka me pa, edhe qaj shka e punon një punë të sherrit, koft e vogël sa atomi, ka me pa. Kamtar ashtë kjo. Hoxha më ka thonë, mi matë punë në kanal, po ki, Ebu Hanifja, për në ka dzën kanari ku ashtë, për tënë. Po kanari sa me kile, jo, me gram, jo, me atom. Nësia ma e vogël, për tënë, shka eksiston të në kimia, për tënë. Ma e vogëli, dhe thot, mas atomit mon nuk zbërthehet, dhe thot, atomi, dhe thot, ma e vogëli, matje, qka e veprave tona. Edhe mas i sosët namazi jacis, njerëzit daktisë në shpërndarën, kje shkojna për punë të veta, aja nalë me një qosh gjamiës ati, edhe e ka ullat fenerin, se s'ka pas truja, së kësot shka ka, për të në nëzemi. E ka nalë, avaj pak, edhe drita pak, edhe gjithë natën, përmenon këtë punë, gjithë natën, Allahi qish kam i matë punë të tonat khajrit me atom, edhe qish kam i matë punë të tonat shirrit me atom. Tek të tisa vjen sabahi. Kur vjen sabahi, vjen a imami apet, me falë sabahin. Kur e shef, ki në gjami hitë, s'ka li vijik të apëtën. Thot hajro Allah, mësje pa qefa i smuta, qka u bo? Thot Allah hile që nuk më ka dzën për para njerëzve. Nuk i ka dzën para njerëzve që unë e gjithë natë nuk më nejtë të në gjami edhe me abdesin e jacis, ka me falë edhe sabahin. Po, shka ke puna? Puna ke thot që ata shka e ledzove t'i pram, e menova gjithë natën, e thash ma në fund, o zot, ti shka matë ma atom, falmi gabimet të minja, edhe shlej më shirën tane, edhe mësëm matë muë që shtu me holësi, se me bon që matë me holësi, këpotët apë tënë. Po, matë me gjanësien tane, edhe falmi gabimet e minja apë tënë. Dhe kur ki njeri, i cili dhe thot, përmenën këtë dunja, edhe plot njerëzi tjerë, të cili dhe thot, lipin për Allahu dhul Gjelal me i matë me rahmetin e vetë, atër shka me jetër puna e jonë. Inshallah Allahu dhul Gjelal na i falë gabimet edhe na ban për atyn dhe shka e kujtojnë Allahun ditën edhe natën, edhe shka mes veti i kryna punët e tona me fjallë të Allahut dhe me fjallë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.